dielli po perëndonte mbi qytet. Dhe hijet e statujeve idhujve shtriheshin mbi dhomat e gurta. Ibrahimi a.s. qëndronte pranë babait të tij. Zemra i rrehte fort. Brendësi një përzierje dashurie, frike dhe shprese. Ibrahimi a.s. e dinte se fjalët e tij mund ndezin zemrën e babait, por nuk kishte mundësi me hesht përballë të vërtetës. Dhe i tha babait: "O bab, me Zot qetë, pothuajse duke u dridh, o bab, pse bre adhuron ato që s'kan shikim, s'kan fjalë, e s'kan ndjenjë? A nuk e shef se janë vetëm dru e gur?" Ibrahimi tha: "Unë besoj te Allahu, te ai që na ka kriju, që di çdo frymë dhe na do pa kushte." Baba Ibrahimit ngriti syt, fytyra e tij e mbushur me zemrim e me mosbesim. Fjala e djalit i dukej po si një thik që shyen zakonet e jetës që kishte ndërtu, por Ibrahimi qëndroi pa lëkundër. Sytë e Ibrahimit plot lot, kuptohet heshtura, mbushur me një dhimbje të butë ndaj babës. Ai po e humbte jo një armik, por një babë që donte ta shpëtonte. Çdo fjalë e tij ishte thirrje e brendshme. Pra Ibrahimit, një përpjekje për me ndezë dritën e besimit, imanit në zemrën e babës. Por zemra e babës Ibrahimit nuk pranoi ende. Megjithatë, Ibrahimi a.s. nuk u dorëzu. Ai ktheu fytyrën lart nga qielli, me besim të plot e me shpresë. Ai kuptoi një gjë shumë të fuqishme. Dashuria dhe durimi janë armët më të forta për ta ndryshuar shpirtin e njerëzve. Mesazhi për ne është thjesht, shumë i thjesht, por shumë i thellë. Shpesh nuk mund të ndryshojmë të tjerët me forcë, me fjalë të ashpra, apo me sfida, por mund të ndezim dritën, nurin e imanit, besimit brenda tyne, me çka? Me dashuri, durim dhe shembullin ton. Kur zemrat tona mbeten pa lëkundura në të vërtetën dhe në dashuri, ndoshta ngadal, ndoshta pa u kuptu, edhe zemra e të tjerëve mund të hapen. O Zot, hapi zemrat e të dashurve ton që ta pranojnë dëshmin La ilahe illallah.